është kryetar, Alini Manaj nën kryetar i komunës, por që vjen nga subjekti tjetër politik, ndërkohë që Lëvizja Vetëvendosje këtu ka dalë me 13.5% të votave dhe Ug Blakaj 5.5%. Alianca në raport me kandidatën për kryetar ka një rënje shumë të madhe të votës. Ilir Ferati ka më shumë vote edhe se subjekti politik. Subjekti politik i bjen 29.99% ose 7.556 vota në raport me PDK 21.5% ose 3.264 vota, pason Lëvizja Vetëvendosje me 11.3% dhe AK 8.5% dhe të tjerët që vinë në rend dhe në vazhdimsi. Lidhem direkt me Ilir Feratin, kryetarin e ri konfirmuar të komunës Istogut. Mirë mbrëma, zoti Ferati, mirë se vini në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në Politiko. Kryetari i vjetër dhe i ri i Istogut, mirë mbrëma kushtërm. Kryetari i ri dhe i vjetër, thash kryetari i ri konfirmuar. Më lejo që ta uroj kështu direkt fitoren dhe them drejtë goxha një farë fitore e thellë është kjo 58.8%. Kështu në rafshin e komunave tjera kjo është pak a shumë si mision i pamundur. Po në Istog po del tjetë konfirmim edhe njëherë. Cila është formula, zoti Ferati? Po që kom thonë edhe në debatin kur kemi qenë të jo, që Istogu veç për vazhdojnë paktën e mirëbesimit që ka me LDK-n, edhe konfirmimin që s'është bastion, jo veç i verbë, bastion në kuptimin e verbër, po bastion në kuptimin e mirëbesimit punëve të mira që qytetari ka bo për Istogun dhe LDK i ka kthyer ndaj tij në shërbim mirënjohje dhe respekt për mes punëve të mira. A e keni pritur këtë konfirmim nga raundi i parë, zoti Ferati? E keni pritur një fitore të tillë? Po tash në kuptim të ndumëra detaj nuk po du më t'ingullu arrogancë si politikanë dhe më thonë po ne kom ditë që kam mri 60%, po përmes energjisë që na u ka transmetuar nëpër takime, është po që fitoria është e sigurt. Po për respektin që kemi pas edhe për të vazhdu traditën e mirë të takimit qytetarëve nëpër fushat, edhe transmetimit të ta të punëve që kemi kryer programeve tona për tarmen ajo veç e ka rrit. E ka theksuar edhe mandjeshëm diferencën në raport me tri parti tjera opozitore, tashme opozitore. Po, rezultati çkajt është ky rezultat? Mendoni që është rezultati i punës apo është me një farë forme i një bastionit shumë vjeçar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, faktit se është vendlindja e presidentit Rugova, fakti se është natyrisht vendi që është drejtuar nga prindi juaj që është absolutisht një figurë e respektuar dhe jashtëzakonshme për brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotit Fadil Ferati, apo është edhe për shkak të punës që e keni bërë direkt, konkrete kështu në raport me qytetarin? Tash secili prej faktorëve që e përmend e luan rolin e vet me